Sot në studio kemi një vajzë të re, por shumë të talentuar dhe shumë premtuese, e cila me kreativitetin për kushtimin dhe punën e saj arriti të rëmbej edhe vendin e parë në garën shtetërore për teknikë të dizajnit të veshjeve. Një sukses që normalisht nuk vjen asnjëherë rastisht, por vjen me punë dhe net pa gjumë, ide kreative dhe dashurisë të madhe për artin edhe për modën. Ajo është një dëshmi se talenti kur bashkohet me punën dhe vullnetin që e ka njeriu mund të shndruhet në histori suksesi, po edhe në frymëzim për shumë të rinj të moshës së saj. Me shumë kënaqësi sot e mirëpresin Semra Muratin, vajzën që theu pasionin në fitore. Mirë se erdhe Semra në studio. Mirë se ju gjeta. Kemi kënaqësinë të kemi në studio, sidomos hapësirë gjithmonë ju japim të rinjve, të cilët janë shumë pasionante dhe punëtor drejt ëndrave të tyre dhe nuk janë ashtu më dembel dhe më neglizhent ndaj ëndrave, duke menduar se një ditë gjithçka do bëhet pa punuar. Ti je ndër ata të rinj që ke punuar për të arritur deri këtu ku je. E fitove edhe vendin e parë në garën shtetërore për dizajn. Si u ndjeve? Jam ndje shumë e lumtur, shumë krenare me veten. Dhe ka qenë një mirënjohje shumë e mirë. E prisje këtë sukses, sepse sigurisht kur janë gara shtetërore, të gjithë më të mirët mblidhen aty. E prisja apo ishte një surprizë? E prisja dhe shpresoja shumë, mirë po ke edhe paksa surprizë. Vetbesimi luan rol, sigurisht në këtë raste, po edhe ajo stresi i shumë ndonjëherë që të jepet nuk duhet të futet në kokë, po nuk duhet ta teprosh me stresin, po. Ti me dizajn merresh edhe vërehet edhe nga pamja jote, po duke shumë bukur. Kur e kuptove ti që dizajni është ëndra jote? Isha shumë e vogël, si fëmijë kemi pas pikërisht do familjarë që janë mirë me këtë punë, pikërisht halla dhe tezja, familjarët më të ngatë. Dhe përderisa isha ata ka ata u afroja shumë me mjitet e punës, por isha shumë e vogël dhe kur isha 12 vjeçare, mami vendosi të më dërgoj në një roba qepse, tek zonja Amine Limanit, që e përshëndes shumë. Përshëndesim edhe ne. Aty kam punuar ca vite, deri më tani, kam marrë zanatin, pastaj kam vazhduar me shkollën e mesme në Koqoracin. Atje kam pasur drejtimin për dizajn, kemi pasur praksa. Semra, sipas saj që tua luan shumë rol që njeriu përpos dëshirës për ta punuar një gjë është e patjetërsueshme edhe ta kesh shkollimin e duhur. Sepse ti nuk e ke lënë vetëm të jetë si një zanat, ta themi, apo si një hobi të cilën do e bëjsh pas orarit të shkollës apo pas punëve të cilat jeta ti ofron, po ti ke vendosur që edhe gjithë shkollimin tënd t'ia fokusosh dhe t'ia dhurosh dizajnit. Luan një rol të rëndësishëm edhe shkollimi pikërisht në profesionalizmin dhe në atë realizimin tënd si një dizajnere? Po, ruan lor shumë shkollime, për krahja, mbështetja e tjerat. Kush është për krahja më e madhe e ytja? Sigurisht që mami. Ajo që më bëri përshtypje është edhe tezja, edhe halla. Nga të dyja palët janë marrë me këtë punë. Mami është ajo që ka qenë këmbgulse, sigurisht. Sigurisht, gjithmonë afër meje, në të mira, në të këqija, në mbështetjen time më të madhe. Të duhet kur ajo, sigurisht, për kështu raste ndonjëherë neve si femra, si natyrë më e butë, na vjen që të dorëzohemi, ndoshta nga momente apo faza momentale na neve dorëzohemi nga shumë çka, po gjithmonë na duhet dikush që na qëndron mbrapa. Gara sigurisht nuk ishte e lehtë dhe për të marrë pjesë në një garë të duhet përgatitje e madhe. Sa zgjati kjo përgatitje e ytja? Po zgjati diku një muaj e gjys, 2. Ishte paksa e rëndë. E lodhshme, e stresuar, ama... Suksesi në fund? Suksesi në fund, ja vlejti gjithçka. A harrove gjithçka kur e more vendin e parë? Se e ke pa kur e arrin një qëllim, harron edhe sa je lodhur, edhe çfarë sfida ke kaluar. Çfarë inspirime kishe për dizajnin me të cilin garove? Ne kemi edhe ca foto të Semrës të cilat do shkojnë padyshim edhe në prapavi. Isha shumë e inspiruar për ta arrit qëllimin që kam ndëruar gjithmonë. Ndëroja ta mirja vendin e parë, pasi edhe në garën regionale arrita të marrë vendin e parë. Mbrenda atij programi emni kam 15 vajza. Nga të 15 u zgjedha unë e para dhe në garën shtetërore nuk doja ta lija më atë. Sigurisht. Me çfarë stili u paraqite? Me stil elegant, të shkoj me foto të regjeju lutem? Po. Me stil elegant,
modern dhe diçka unike. E kemi ja këtu Simrën duke u pregaditur. Vajzat, mënyra se si gjejmë vajzat është e lehtë, ndonjëherë i përshtatet shtrupit të vajzave, i përshtatet edhe stilit të vajzave, apo nga stili yt i kërkon edhe vajzat? Dua ta di kët? Duhet të përshtatesh personin me veshjen më së shumti. A luan rol kjo? A luan që edhe një energji tjetër të jep? Se zakonisht dikush o e vesh veshjen, o veshja e vesh njeriu. Jo, është më shumë njeriu e vesh veshjen pas se dua ta marr nga një profesioniste. Po, është më mirë të shikosh personin dhe t'i gjesh diçka që i përshtatet. E këtu do ndërlidhe me pyetje në radhë, sa ka rëndësi, sa luan një rol originaliteti në këtë fushë, sepse ndonjëherë një person është më temperament, më i guximshëm, ndërsa asesi nuk mund t'i përshtatet mënyrës se si paraqitet. A luan rol edhe karakteri në atë se ne si vishemi? Po, luan rol shumë. Originaliteti është thelbi i kësaj pune. Pasioni lidhet me originalitetin më së shumti, ka vlerë shumë. Ndonjëherë një pjesë apo një fustan, ta themi, në dy vajza të ndryshme, njëra vetëm një detaj ka shtuar dhe mund të duket sikur një diçka tjetër. Dhe këtu mund të ta themi se kjo është originaliteti, apo? Në rregull. Më herët the se ka pas momente ku ti në të mira dhe në të këqija ka qenë nëna. Ke pasur momente ku ti ke dashur të dorëzohesh sepse ke menduar që nuk mundem më, dhe nëse ka pas ashtu momente, pse nuk u dorëzove? Pse vazhdove përsëri? Ka pasur momente që jam lodhur, kam pas shumë stres, kam dashur të dorëzohem, mirë, po dëshira për të arritur ëndrrën time nuk më ka lënë të jes mbrapa, por të vazhdoj përpara. Edhe më përpara. Cila ka qenë sakrifica më e madhe që e ke bë? Po, ndoshta netët me pa gjumë, ditët me stres, ditët e lodhshme. Je re dhe këto kalohen. Po. Familja është qelësi i një suksesi të një personi, ajo është e padiskutueshme dhe mbështetja e familjes. Si reagoi familja kur u tregove se edhe këtë herë morë çmimin e parë dhe vendin e parë dhe emri yt do njihet gjithandej? Përgjigjja ime në shtëpi ishte e papritshme. Me nxi pritë rezultate, kemi pritur shumë, për rezultatin 2 orë gati. Kur tregova në shtëpi ishin shumë të lumtur, mirë po lumturia atyre më shtoj lumturinë edhe mua. Edhe ty, po. Ato 2 orë të janë dukur ndoshta si 2 ditë, a? Shumë. Të gjata, po sigurisht ne kur presim diçka dhe ndonjë rezultat të thjesht e kemi më pasione e kryta para kohe, kemi pasur 3 orë për të kryer komplet fustanin, detajet, kemi pas një çantë, po. Mirë po në kryta 2 orë gjysmë, unë dola jashtë, pastaj edhe 1 orë gjysmë, edhe gjysore mi pritir për me kry u bo shumë. U bo pak si shumë, po. Të rinjë të thasha dhe në fillim janë si kur të ndarë në 2 grupe, ca janë pak më neglizhues, më përtas, ndërsa ca janë nga ata që i ndjekin edhe ëndrat e tyre. Për të ndjekur një ëndër, normalisht të duhet një motiv, ndonjëherë shef dikë nga afër që po lufton për vetën për ëndrat, dhe mund të jetë edhe si kur një frymëzim për ty. Si ndihesh kur me faktin që ti je frymëzim për të rinjt të tjerë dhe historia yte? Shumë e lumtur, pasi ndoshta dikush ndikohet nga historia ime. Beso që po. Po. Ndihem shumë e lumtur dhe shumë krenare që dikush të merr historinë time dhe të vazhdoj përpara. Po çfarë do i thoje dikujt që ka talent por ka shumë frikë? Mos u frikoni, vazhdoni përpara. Nuk është aq e lehtë, mirë po kur të arrish në fund do duket shumë e lehtë. Shumë e lehtë, edhe më e lehtë se e ke menduar. Semra, duhet më thuash një ditë normale e ytja kur punon me dizajnin, nga çka fillon, si e realizon deri tek përfundimi, ajo momenti final, apo të thuash, ja, këtu është kjo dhe gati e kemi. Fillimisht më duhet një inspirim. Të inspirohem nga një gjë, të kem diçka në kokë që të filloj me punë, pastaj më duhet një skicë, diçka e tillë, pastaj më duhet të punoj me materiale, të prej, të kep në makinë, të vendos detaje sende të vogla dhe me nxi pres përfundimin. A ke sy kritik ndaj vetes ndonjëherë e realizon një projekt apo një dizajn dhe thua jo, i mungon edhe diçka dhe ashtu e sheh me sy kritik si një person i trese? Po, shumë herë. Çfarë do kishe mund të ndryshosh? Nëse e shef me shumë sy punën, sigurisht do shohësh diçka që nuk është në rregull,
Mirë po, kryesorja është ta shohësh që diçka nuk është. Diçka nuk është në rregull. Cili çdo dizajner ka stilin e tij unik dhe ne ndoshta edhe ato brendet më të mëdha botërore na nevojitet vetëm një gjë ta shohim dhe mund ta dim nga cili brend është në bazë të stilit dhe paraqitjes. Më thuaj, cili stil ty më së shumti të paraqet si një dizajnere? Ndoshta eleganca dhe një stil i veçantë. Mirë po, gjithçka të jetë elegant dhe thjesht. Po ti, a ke dizajner apo figura që i admiron? Realisht nuk kam menduar diçka, mirë po secili dizajner ka stilin unik të tij, elegant ose diçka më e rëndë. Po. Mirë po. Dikush e ka ekstravagancën, dikush. Po. Ti ndoshta si Chanel do kisha me thënë, më shumë pasi eleganca është ajo që ty të përfaqëson. A mendon se në vendin tonë ku ne po jetojmë të rinjve po i jepet mjaftueshëm hapësirë për të zhvilluar, për të realizuar si talent, si profesionist në të ardhmen? Talenta ka shumë, mirë po do kisha menduar që ju duhet më shumë përkrahje dhe më shumë mundësi. Përkrahje nga kush? Nga institucionet? Po, përgjithësi, ndoshta edhe nga familja. Pasi mua më ka ndihmuar shumë mbështetja e familjes, pikërisht e mamit, më ka shtyr shumë përpara, prandaj mendoj që edhe të tjerët kanë më shumë nevojë për përkrahje. Përkrahje. Çmimi mbaroi, ti e kishe edhe maturën, viti 4, tani do para se ta fillojmë emisionin, një bisedë vogël ishte ku më the se do vazhdosh edhe shkollën, edhe arsimin e lartë, sigurisht, pikërisht në dizajn tek Universiteti Nën Tereza. Cili është synimi i Tiranës pas këtij çmimi? Në aspekt profesional po flas. Të vazhdoj fakultetin, ndërmjet kohës mund të punoj diçka. Do marrësh pjesë në sfilata të ndryshme, në aktivitete të ndryshme. Po. Në një të ardhme shumë të shkurtër, sepse universiteti apo fakulteti është një periudhë më e rëndësishme e jetës së një njeriu, këtë e flas nga gjitha aspektet e të gjithë ato afërmëve tanë që kemi kryer dhe ajo periudha të duket se as në qiell as në tokë, dhe në sekondë që mbaron me fakultetin aty fillon jeta yte pak më serioze, të them, ku ti duhet të merresh me jetën tënde dhe të vendosësh çfarë zhmëtej. Mendon se për pas 3 viteve të ardhshme do e kemi një brand tënd personal ku pse jo edhe ne të blejmë nga marka yte ashtu? Shpresoj shumë, kam dëshirë shumë, është ëndra ime. Mirë po, shohim. E shohim në tavën, pse jo. Kemi shumë fytyra të njohura publike ku ne edhe i admirojmë për mënyrën se si paraqiten, mënyrën se si këndojmë thjesht. Çfarëdo fytyre publike qoftë nga sporti, arti, kultura, kudo që të jetë. Ti e ke menduar ndonjë person të famshëm që ti admiron ta dizajnosh, nëse po, cilin? Nuk e kam menduar, mirë po nëse do zgjedhja një elegante dhe diçka e veçantë. Diçka pak më ashtu Madame Style. Çfarë emocioni more kur të shpallën fituese? Na the se ishin emocione të përziera ku edhe e prisje, po edhe u surprizove, sepse gara ishte sigurisht e gjerë. Ndonjëherë na duhet vetëm një fjalë nga dikush që ne të ringjallemi, të kthehemi edhe me më shumë energji pozitive nga ato momentet e vështira. Ishte ai moment ku ti i the vetes që unë mundem dhe do vazhdoj edhe më shumë? Po, ishte një përgjigje paksa surprizë, si që ceka dhe më parë, mirë po e prisja. Kisha dëshirë dhe dëshira nuk të le të dorëzohesh. Asnjëherë, po. Në mbrëmjen e maturës, dua të di, fustanin e dizajnove vetë? Po. Sepse nuk e kisha këtë pyetje në plan, po pasi që je maturante e dizajnove fustanin vetë, dhe sigurisht të gjithë e prisni një gjë të tillë. Po, mirë po, diçka shumë pa pritë. Pa ta të vesh diçka tjetër, në fund më erdhi një ide tjetër. Unë jam e bindur se ti çfarë do të veshësh diçka tjetër, ti pa e vendosur në pikën dhe nuk do e lesh. Vetbesimi yt ka ndryshuar nga momenti kur ti morre edhe çmimet rajonale tani edhe shtetërore. Ka ndryshuar qasja yte se mos ti si e sheh rrugtimin tënd pikërisht në dizajn? Po. Pikërisht shumë, mirë po edhe në garat ose sfiladat të tjera që ka marrë pjesë shumë, ka 10 ose 11. Nga viti i parë deri më tani, ka marrë shumë certifikata, diploma, mirënjohje. Dhe këto të kanë ndihmuar sigurisht? Dhe këto sigurt, po. Ka ndihmuar që ti të vazhdosh edhe më tej. Përveç dizajnit, ka edhe ndonjë gjë tjetër që semrën e karakterizon?
Një njeri shumë këmbgulës. A luan rol konsistenca, a luan rol këmbgulësia shumë. pikërisht në gjithë shka që ne për të qenë më të suksesshëm? Thuhet se njeriu nuk duhet të dorëzohet, ndoshta një herë bie, dy herë bie, po të tretën e ka patjetër që të ringrihet edhe më fuqishëm. Në fund të Semra dua ta di cili është mesazhi për të gjithë të rinjtë që duan të arrijnë në art dhe në kreativitet, kanë talent, sepse edhe vetë the ti e gjeneratës së re, të cilët jeni pak më të afër dhe keni atë mënyrën tuaj më të veçantë të komunikimet, dhe sadokudo dizajni është një gjë apo një profesion që shihet me sy, nuk kemi nevojë ta themi un kam talent, vrehet nga paraqitja hyna e kemi atë talent. Më thuaj se çfarë do ju thoj atyre që ngurojnë, po në vete kanë shumë talent. Do të thoya ta shprehin talentin që kanë, të jenë shumë këmbgulës për atë që dojnë dhe mos të dorëzohen aq lehtë. Se një ditë do jeni edhe ju si Semra, ku do keni arritur. Kur do ta ktheni kokën mbrapa, do jetë shumë e lehtë për ato që keni kaluar, po. Okej, atëherë Semra, unë të urojmë jashtëzakonisht shumë suksese. Unë shpresoj me vetë faktin që je një vajzë që rrezaton kaq energji pozitive dhe ke vetë besim dhe punon punën me shumë dashuri, që në një të ardhmen të shkurtër do të kemi edhe në studio për të promovuar dhe linjën tënde të parë të pa marrë parasysh brandit tënd që ti do e rikrijosh dhe në atë mënyrë ta shprehësh atë originalitetin tënd. Vazhdo kështu si je, vazhdo të jesh vetvetja, të jesh originalja, vazhdo të punosh me shumë dashuri dhe pasion, sepse shoqërisi nevojitën vajza si ti. Faleminderit shumë. Nëse nuk është problem ta përshëndes dhe kujdestarkën time. Lutem, jo, gjithë ata që kanë qenë pjesë e rrugëtimit tënd, patjetër që janë pjesë e këtij suksesi. Ajo është profesoresha ime, kujdestark, ka qenë gjithmonë afër meje, mirë po është maqedonase. Go pozdravувам класната Катерина Михайлов Стојановске. I një isto takat, faleminderit shumë, e i faleminderit edhe shumë edhe kujdestarës tënde. Përshëndes mamin shumë, faleminderit për përkrajen time. Faleminderit gjithë atyre që kanë qenë pjesë e rrugëtimit tënd, që ty sot të jesh një vajzë e kompletuar dhe kështu e realizuar shumë bukur. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit.